Ngoj. Barceletat, a ti ka zej mas fori Barceletat? Hajde. Opa. Opa. O, ju lutem regjia, se këtë telefonat nuk muj me anullu. Afrone zumirat në ofrat e mujshit me qëllu kush është që kë. Santion? Jo, në për një Mos po në i sens është me gru. Edhe është Maldivs. Në pushime, Ermal Mamaci miku jon. A keme thonë në i sen o vla? Nuk është të të borë jeti. Unë rjetin e kom mirë. Rjetin e kemi mirë. Ata në Maldivs muzik nuk po bëjshin. Muzik nuk ishtë Maldivs. Nuk bojnë vla dhe jam mërzit shumë, se jena mësu me të lavaj që qim njës, dhejmë dark edhe me zi po e shtim, me thonë drejtën, s'kanë bokse. Do me thonë qaq qëtësi e madhe është Maldivs, do me thonë aty du të me shku me pushu njeri. Po na e na mësune për rezortat tonë shqiptare, mëngjes të hongër, djen jani me surë që të veshi. Kyt njës këtë të lavaja. Qysh njës të lava? Mirë shumë, jemi në gjirime dhe sa kemi fillu. Kur do na vish ti, kur do na vish? Po, unë me shumë dëshirë do kësha ardhë që javën që vjen, atje të emisioni jotë jam gjithmonë shumë komod, por nëse mundem ta shfryzoj këtë mundësi që t'iftoj gjithë miqt nga Kosova në datën 10 dhe 11 maj në Prishtinë, unë rikthehem me trajnimin tim me ndonë ndrysho fito, kështu që ta konsumova i qik të emisioni për këtë reklamë. Po për qka jënë vlezrit, na jemi një. Dhe Ermali pra me datën 10 dhe 11 në Prishtinë, në 10-11 maj në Prishtinë ndrysho, dhe mendo ndrysho fito. Për gjithë ata që duen me rritë standartin e menjes, për gjithë ata që e ndjen veten që janë anormal, edhe duen me u bo edhe më shumë anormal. Herën e kalume ke thy rekorde me publik, kështu që shpresojmë që edhe këtë radhë se kemi nevoj, krejt njerëz kanë nevoj për ndryshime, kështu që të presim dhe do vim komplet stafi i Robi Plakët Gudonve, do jemi aty. Kemi probleme me internet, po thot ju dua shumë, faleminderit Ermal, shifemi me datën 10-11 maj me Ermalin. Maldivs, larg, internetin nuk bëjke mirë, po me datën 10-11 maj, pra me ndonë ndrysho fito nga Ermal Mamaci dhe stafi ti. E na vazhdojmë me emisioni Robi Plakët Gudonve. A ti në që është joni.